Kafeja e mëngjesit në Lezhë shijohet maksimalisht pranë lumit Drin. Freskia, qetësia dhe panorama që të ofrohet nga lokale të ndryshme janë arsyeja e përzgjedhjes së këtyre ambienteve. Pastër këtu nuk është mirë. Po bukur është, ambienti i bukur. Sepse është arja më e freskët. Edhe i gjë më romantike këtu, më duket gjë më bukur, më romantike. Janë tana gjërat mira, qetësia, era e lumit. Po, këtu janë shumë mirë këto skafet, shëtisin këtu, mund shkojmë edhe deri në plazh me këto skafet. Duke parë se qyteti Lezhë është një qytetet më të mira dhe turistike të Shqipërisë. Unë kam zgjedhur bregun e Drinit të kaloj para ditën, është një vend shumë i freskët, një vend i pastër. Lumet në mes të qytetit janë dëshire shumë vendeve të zhvilluara dhe për Arben Kolën, pronar një lokali pranë lumit Drin në Lezhë, kjo mundësi duhet shfrytzuar maksimalisht. Ne kemi një diskafe në dispozicion dhe çdo klient që të ketë qef me hip skafet me dal në Bregdetit, dje një orë, domethënë ja japin pa problem me fjalë. Edhe ka këtë për aktim, nuk e ka në palek. Po, këto kanë tërhek shumë klientë me fjalë dhe vinë me shokë edhe dalin. Skafet në breg të lumit Drin janë një mundësi tjetër e veçantë, e për këto qytetarët dhe vizitorët mendojnë se duhet zgjeruar akoma dhe më shumë. Është një gjë shumë e bukur, sikur të jetë një gjë aktivizuar me gjithë Drini. Një gjë shumë e bukur. Me ba me pa si që ka Europa të paktën, një gjë shumë e bukur. Lumi Drin është porta hyrëse e qytetit të Lezhës, që shfrytëzohet si panorama më e këndshme e çdo vizitori.